të vogla, për ditë ka për të pasur, ashtu siç ka edhe në Gaza. Për shembull, edhe në Gaza ka pasur luftime dhe para 3 ditësh 20 ushtarë izraelit u vranë nga Hamasi në Gaza, në një shkëmbim zjarri dhe në një kurth që kishte ngritur Hamasi. Po kjo nuk ka të bëjë po thua me thelbin e saj. Për këtë po them, pra, këto tilla gjëra ka për të pasur. Dritan, ushtria izraelite do të vazhdojë të qëndrojë në zonat e sigurisë në Liban. Këtë e thot Israel Katsi, ministri i mbrojtjes. Po, do të kemi një parasysh që apo jemi tek nivel deklaratash, jemi tek niveli deklaratave dhe nuk e përcakton ministri i mbrojtjes se rrin apo nuk rrin. Atyre janë këto janë deklarata politike, sepse siç thash, në tetor të vitit, në tetor të këtij viti Izraeli është në zgjedhje. Pra aktualisht pothuajse kanë hyrë në fushat zgjedhjesh. Okay. Dhe do vazhdojnë të mbajnë këto deklarata deri në momentin që do nënshkruajnë këto marrëveshje që thonë u tërhoqën, për shkak se morën vesh me bëm një marrëveshje me Libanin, për herë të parë një marrëveshje sepse Libani ka një kushtetutë që nuk e njeh Izraelin dhe po duan të gjejnë një mundësi se si të bëjnë, pra mund të bëjnë edhe të dyja një memorandum mirëkuptimi. Këta do vështirësitë e arritjes së diçka që të justifikojnë nga ana diplomatike, sepse njerëz nuk ja lejojnë kushtetuta që të ulet në tavolinë me Izraelin. Fare, pra, kushtetuta libaneze, në kushtetutën libaneze është përcaktuar në kushtetutë që nuk e njeh Izraelin. Kanë kushtetutë ata. Okej. Kurse Irani për shembull nuk e kanë kushtetutë këta. Kurse Libani kanë kushtetutë. E qartë. Për këtë arsye do gjendet një mundësi, ndërmend që gjendet ajo do fillojë të rreqja, por gjithçka është brenda këtij 60 ditëshi. Pra kjo nuk do të thotë se në momentin që u firmos marrëveshja me datë 19, me datë 20 nuk do të jenë trupat izraelite. Jo, gjithçka është përcaktuar që me firmosin e kësaj marrëveshje nga data 19 fillon afati 60 ditor, ku do fillojnë bisedimet për një paqe më të madhe, pra për një paqe afatgjatë, dhe në brenda këtyre 60 ditëve edhe trupat izraelite do të fillojnë të rreqen. Dhe mund të ketë luftime episodike, po them. Luftime episodike do të ketë, po jo goditje dhe bombardime masive nuk do të ketë më. Po luftime episodike patjetër që do të ketë, se janë të pashmangshme luftimet episodike. Nuk i shmang dot në terren. Për këtë arsye do të gjendet brenda këtyre 60 ditëve një opsion diplomatik midis Izraelit dhe Libanit për të firmosur, dhe nesër Izraeli thotë që neve u morëm vesh me Libanin dhe u tërhoqëm, jo se na kërcënoi Irani ose se na tha Amerika, pavarësisht se Izraeli është një qenie e Amerikës në lindjen e mesme. Pra askush mos mendoj, pavarësisht se AIPAC-u dhe zionistët janë të fuqishëm në Izrael, pavarësisht se presidenti amerikan është një zionist, Izraeli mbetet një qenie i Shtetit Bashkuar të Amerikës. AIPAC-u e kishte mirëpritur si marrëveshje. AIPAC-u akoma nuk e di, prandaj është edhe kjo. Sot për dy arsye nuk është bërë publike kjo marrëveshje nga palët. E para nuk është bërë publike sepse do të thotë që akoma nuk mund të ketë pika në të cilat nuk ka plotësisht dakordsi. Pra, për shembull rasti i kësaj, tërheqja e trupave izraelite duhet ndodhi brenda 30 ditëve, brenda 60 ditëve, si do të ndodhi gjithashtu. Kjo është një që janë rënë dakord të rriqen, por ama mënyra të rriqjes si do të rriqen është një gjë që akoma s'është marrë. Pra ti mund të thosh jemi marrë 80%, po 20% që akoma. Gjithsesi dhe e dyta nuk është bërë publike nga të dyja palët, pra iranianët nuk e kanë bërë publike me kërkesë të amerikanëve, për arsye se Trumpi nuk do që ta bëjë publike marrëveshjen sepse mund të dalin pikë në atë marrëveshje. Të dhëna në atë marrëveshje të cilat mund ta vënë atë në pozitë të vështirë me zionistët, me AIPAC-un, dhe nesër ata t'ia prishin marrëveshjen, pra kanë kohë edhe 24 orë ta prishin marrëveshjen. Dhe kur ti e nxjerr atë pasi e ke bërë marrëveshjen, nuk ka asnjë vlerë çfarë ajo ta bëjnë. E qartë. Por ruhet për këtë arsye. Ndërkohë Dritan ka patur, nuk është pritur mirë në Izrael kjo marrëveshje, sepse në terma të thjeshtë thuhet që Irani vazhdon ta ketë programin bërthamor, ndërkaq vazhdon të ketë programin raketor, plus ajo që tham për sa i përket proxyt, ushtrive milicive proxy, Irani në kushtet e reja ku është vendosur pas sanksione do ketë mundësi që t'i fuqizoj edhe më tej këto milici. Në aspektin e thjesht. Po ta shohim një qytetar i thjesht. Një qytetar i thjesht që nuk interesojnë shumë këto që sqarojmë neve. Për atë flasim, për atë flasim. Thot Allah, kush e fitoi këtë luftë? Kjo është pyetja. Atëherë, këtë luftën deri më tashti, shkurt e qartë fituesi ka dalë Irani, sepse është njësoj si një operacion policor. Pra, ti ke një person që e ke shpallur në kërkim. E ke identifikuar se ku ndodhet personi dhe ti organizon një operacion për ta arrestuar personin. Dhe ti shkon me këtë operacionin të arrestosh personin, bën luftë me këtë personin, ti mund e plagos këtë personin, ja shkatërron në objektin ku ai është fshehur, e shkatërron objektin, shkakton dëm me të gjitha, po ky personi shkakton edhe ky dëm me ty, po personi ikën ti nuk e kap dot.
Dhe ti nesër dhe thua që operacioni ishte i suksesshëm, sepse atje ku fshije personi nuk fshihet më. Por në fakt operacioni është i dështuar, sepse ti operacioni u ndërtua për personin. Çfarëdo që bëre ti tjetër, ishte në varësi të kësaj qëllimi. Pra qëllimi nuk u arrit. Qëllimi ishte të shkatërrojë Irani. Nuk u arrit. Të shkatërrojë programi bërthamor, nuk u arrit. Të shkatërrojë programi raketor, nuk u arrit. Të shkatërroheshin kapacitet ushtarake, nuk u arrit. Pra, realisht humbësit në këtë moment janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Pra thjesht fare në këtë aspekt. Ajo që shpjeguam në fillim është një shpjegim më i gjerë që ta shohim më gjerë. Por në rast se do t'i bijmë shkurt, për 1 minutë, humbësit janë është Amerika dhe Izraeli, fituesi është Irani. Pra për qytetarin e thjeshtë që nuk do shumë sqarime që t'i dhëmbi koka. Tonë se thonë, na mbushën me lafologji, na lodhën, na duan gjitha shpjegimet dritan. Ndërkohë Trump dritan është fokusuar tani më në luftën Rusi-Ukrainë. Ka patur një takim me G7-ën, është takuar me Macronin. Pas kësaj marrëveshje, po tenton që të ketë edhe një marrëveshje për sa i përket Rusisë edhe Ukrainës. Si e vlerëson mundësinë e të pasurit një marrëveshje, sepse Zelenski lexova që ka kërkuar mbledhjen e Këshillit një mbledhje në OKB për shkak të goditjeve pa ndalim që Rusia po bën ndaj Ukrainës. Nuk ka për të pasur një marrëveshje, rusët nuk pranojnë të ulen asnjë marrëveshje për të firmosur, pra mund të ketë kështu marrëveshje të vogla si ato që ka pasur për mos sulme të objekteve energjetike ose diçka tjetër, por rusët kanë qenë gjithnjë të hapur në këtë aspekt. Pra ajo çfarë rusët kanë vendosur që në mbledhjen e parë të 2024-s kanë propozuar që në rast se juve nuk sulmoni objektet energjetike, ne nuk sulmojmë objektet tuaja energjetike. Pra ky ka qenë propozimi që është bërë në Stamboll kur janë ulur. Për një farë kohë ukrainasit e pranuan këtë, nuk pati për një 6 muaj, pastaj me ndërhyrjen e anglezëve, të francezëve dhe të gjermanëve rifilluan sërish goditjen në objektet energjisë dhe energjetike të Rusisë, edhe ato industriale për nevoja civile, dhe Rusia filloi goditjen. Normalisht ishte një veprim i gabuar, për arsye se kapacitetet e Rusisë janë shumë më të mëdha se kapacitetet e Ukrainës, gjithë NATO të marrë së bashku. Dhe tashmë kemi rritur pikërisht në këtë pikë. Pra ajo çfarë po bëhet një zhurmë e madhe që sërish nesër të ulen dhe të arrihet kjo që mos të godasim për këtë bëhet fjalë asnjë tjetër. Për arsye nuk bëhet fjalë për të shkuar në një marrëveshje përfundimtare, pasi rusët kanë përcaktuar qartësisht që nuk do të nënshkruajnë asnjë marrëveshje përfundimtare me Zelenskin, sepse është për ta ekzistuar një person i palishëm dhe pa autoritet për të firmosur një marrëveshje përfundimtare. Kanë një të drejtë në aspektin ligjor, sepse Zelenski i ka humbur e drejta e firmës sepse është thjesht president në detyrë për shkak se i ka marruar afati zyrtar, pra ligjor, dhe është thjesht president në detyrë sepse është komandant i forcave të armatosura për shkak se është në gjendje lufte. Dhe ky president në detyrë nuk ka tagër që të firmosë një marrëveshje paqe dhe nesër vjen një president tjetër thotë nuk e njoh se ai s'ka pasur tagër ligjor. Pra, që të kesh tagër ligjor duhet të jesh i rizgjedhur sërish. Se vetëm ajo të jep tagrin ligjor dhe nesër çdo kush mund të vijë thotë unë se njoh të marrëveshje dhe rinis luftën nga e para. Kështu që përtua nga pikpamja formale. Nga pikpamja formale, pra secili po mundohet që në rast se ulemi që të arrijmë një marrëveshje afatgjat, një marrëveshje që nesër humbet zgjedhja e tij dhe vjen pas 6 muaj dikush tjetër dhe e nis nga e para këtë punë. Këtu jemi te raporti Rusi-Ukrainë dritan, por ndërkohë Britania duket se ka ndaluar një cistern ruse, për çfarë bëhet fjalë? Atëherë do të kemi një parasysh. Nuk ka ndaluar një cistern ruse, të asaj që konsiderohet flota hije e Rusisë. Që cisterna është me regjistrim me flamur Kamerunas dhe e regjistruar në Kamerun. Këto që janë flota hije, pra këta që quhen flota hije, duhet kemi një parasysh. Pse quhet flota hije? Quhet flota hije sepse janë anije transporti të tonazhit të lartë dhe cisterna që transportojnë naftë ose gaz, të cilat nuk janë të regjistruara, do të kuptoni gjë, pse kanë futur këtu. Asnjë nga këto nuk është e regjistruar në kompanitë e siguracionit angleze që janë Lloyd Security është kompania më e madhe angleze e sigurimeve në gjithë botën që ka pasur gjithnjë primatin e sigurimeve të gjitha mjeteve të lundrimit detar. Lloyds. Por tashmë në këto 30 vitet e fundit janë krijuar edhe firma të tjera në vende ndryshme. Dhe siguracione bëhen diku më lirë, diku më ashtu dhe
janë të gjitha ato që nuk janë të siguruar atë Lloyds. Anglia dhe Bashkimi Evropian i ka futur në flot hije e Rusisë, si quhen kastile në mënyrë që t'i ndalojë për arsye se këto bëjnë transport të naftës nga Rusia në vende të tjera, por nuk janë anije ruse. Dhe nuk janë siguracion anglez, duke mos qenë siguracion anglez dhe duke mos pasur siguracion Bashkimi Evropian, nuk është humbje e këtyre vendeve, se po të kishin siguracionin e Lloydit, nuk do ta sekustronin, do ta nihen sepse duhet të paguash si me siguracion ti paguash naftën aty tjetër që ka porositur. Pra, është një luftë ekonomike për të imponuar pjesës tjetër të botës që sigurimet të mos i bëjnë në Kind, të mos i bëjnë në Rusi, të mos i bëjnë në vende të tjera, të mos i bëjnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të vinë të bëjnë sigurimet në Angli. Pra Anglia sërish po kërkon të kapi vendin e saj. Dhe kjo është e planifikuar për arsye se kur u sulmua nga Izraeli flotilja Sumud, që cila çonte ndihmë humanitare në Gaza, të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e quajtën këtë një pirateri në det dhe e quajtën të jashtëligjshme. I vetmi ishte kryeministri anglez i cili nuk e quajti as pirateri as të jashtëligjshme, sepse kishte planifikuar që të bënte një pirateri dhe një veprim të jashtëligjshëm si ky që bëri. Pra, marrjen e kësaj anije në ujërat ndërkombëtare. Anija nuk është ruse. Kur një anije është ruse, duhet të ketë parasysh, është si punë e makinës. Kur është e targuar, pra kur makina ka targa shqiptare, quhet makinë shqiptare. Pra makina është shqiptare. Kur anija ka targa italiane, është italiane dhe nuk mund t'i thua shqiptare për arsye se mund të ketë ai që është timon është shqiptar. Pra kjo është koncepti. Edhe këto anije nuk janë ruse, transportojnë naftë ruse. Nëse do ishin ruse, Dritan? Nëse do ishin ruse nuk do të guxoni dhe nuk kanë guxuar në asnjë moment ndalin anije me regjistrim rus dhe me flamur rus. Sepse në këtë moment ti po godet direkt Rusin dhe Rusia ka nxjerrë një ligj vjet Putini që ka autorizuar ushtrinë që të ndërhyjë për të mbrojtur çdo qytetar rus që mund të merret peng nga çdo vend i botës. Atë që ka dhe Amerika. Kështu që në momentin që kur ka pasur anije ruse, ne e kemi diskutuar një herë që anijet ruse janë shoqëruar me anije luftarake ruse. Nëse marrë dhe kanë kaluar edhe në këtë kanalin e Anglisë, të shoqëruar me anije luftarake ruse dhe Anglia dhe Franca vetëm kanë bërë sehir dhe s'kan guxuar të afrohen. Kjo është. Këtu aktualisht kemi një gjë, pse bëhet vetëm për qëllime përfitimi të Lloydit, pra të kësaj, sepse nafta që ndodhet në këtë anije, që ka ikur, është paguar nafta. Nafta është ruse, po është paguar nafta. Pra Rusia i ka marrë lekë tek kësaj nafte. Ti në këtë moment nuk e ke dëmtuar as pak Rusin. Por çfarë bën? Ti ke dëmtuar dikë tjetër, atë që e ka bler, atë të tretin në mënyrë që e para siguracionin e kësaj ta bëjnë Angli, dhe e dyta naftën mos ta blenë në Rusi, po ta blej tek këta që këta e kanë shmarrë në Amerikë ose do e marrin në lindjen e mesme tashmë. Pra, kjo është qëllimi i saj. Nuk ka lidhje me Anglinë që sekuestron një cistern ruse, sepse do kishim luftë. Dhe pse thuhet cistern ruse? Për arsye sepse Anglia tashmë është në probleme, sepse ministri i mbrojtjes i Anglisë dha dorëheqjen. Po. Dhe ka krijuar një problem politik në Angli dhe tash i Starmeri për të mbuluar këtë problem politik, mediat thonë që u sekuestrua një anije ruse. E mbani mend vjet në të njëjtën gjë. Kur ministri i mbrojtjes i Francës vjet, nëse mbani mend dha dorëheqjen, të njëjtën gjë bëri dhe Franca, sekuestroi një anije si punë e kësaj dhe tha anije ruse. Mbani mend, pra i njëjti veprim. Këta janë shterp edhe nga mendja, pra thjesht kopjon njëri tjetrin pas një lloj fantazie tjetër. Pra thjesht për ta përdorur për mbulesë politike, por me qëllimin mbrapsor për përfitime ekonomike direkte. Pra lufta është ekonomike në fund. Ndërkohë, sepse lufta thoshte linjë është shprehje e koncentruar ekonomisë. Pra ta kemi parasysh kur flasim për luftën. Çka bëhet për çështje ekonomike. Ndërkohë nga Britania kalojmë te Gjermania, se na ka shkruar një miku jon që thotë që kryetari apo si më thon udhëheqësi i forcës ajrore gjermane ka deklaruar se në një rast lufte me Rusin, ne do të godasim Kaliningradin dhe Shën Peterburgun. Gjermania është gati për të luftuar tani në rast të një sulmi në territorin e NATO-s nga Rusia. Kjo ndodhi në një intervistë me The Telegraph nga generali Holger Neumann. Është komandanti i forcave ajrore gjermane. Kurioziteti është pse është gjithmonë ja ku jemi. Ky generali është The Telegraph është. Unë po e them, ky generali është një idiot. Po jo idiot. Po është një nga ata idiotët me hit madhe. Në rast se ky generali do kishte jetuar gjatë luftës parë botërore dhe gjatë luftës dytë botërore, do bënte një deklaratë tillë, ky tashmë do të gjendej i pushkatuar dhe askush nuk do fliste më për këtë gjë. Do të ishte i pushkatuar. Në rast se ky do të ishte general gjatë luftës ftohtë. Po.
Ky tashmë do të ishte arrestuar dhe i akuzuar për tradhti kombëtare dhe për nxjerrje të sekreteve ushtarake. Sepse ajo që ka thënë, ka nxjerrë një sekret të mirëfill, pra ka nxjerrë që ekziston një plan ajror për të sulmuar Rusinë dhe ka përcaktuar edhe vendet që do sulmohen në Rusi. Pra ka treguar saktësisht çfarë është plani. Nuk ka nevojë ti tashmë kur unë e di që ti ke bërë plan të më sulmosh 1, 2, 3 qendra baza, atëherë unë do marr masat. Dhe në rast se unë kam një plan nesër për të sulmuar ta zëm vendet balltike dhe ti ke këtë plan për të sulmuar, atëherë unë çfarë do bëj? Unë do marr masat që përpara se të sulmoj vendet balltike, të sulmoj të gjitha kapacitetet e tua ajrore në mënyrë që të heq ty çdo lloj kapaciteti për të realizuar ti planin. Pra ti ke nxjerr publikisht një plan që ekziston. Dhe në këtë moment ky plan është zero. Dhe ti ke nxjerr një sekret shtetëror, një sekret ushtarak, një sekret NATO-s. Dhe del atje duke qeshur. Pra gjemur, pra kjo është, jemi në një moment ku generalet nuk lozin më generalin, po lozin protagonistin politik. Pra bëhen showmen. Dhe kur ushtarakët bëhen showmen, atëherë aty s'ke më ushtri, është gjithçka qesharake. Ke thjesht disa njerëz të uniformuar, pra një administratë e uniformuar, asgjë më tepër. Kjo tregon që NATO nuk ka ushtri, zero. Kur generalet bëjnë tilla deklarata, duke nxjerr këto plane, sepse njerëzit mendojnë se plani është kur ta jap të detajuar, kaq avion do sulmojnë atje. Nuk ka nevojë, sepse unë e di sa avion ke ti. Pra Rusia e di sa avion i ke ti të përcaktuar në cilat vende e ke dhe e di edhe sa i ket gatshme se ti shef për ditë me satelit. Pra i e di se sa i ke kapacitetet e ti. Dhe ai tash i bën për llogaritë, në rast se ai thotë që ti këtu i ke në Gjermani i ke 100 avion këtu, në Poloni i ke 100 avion këtu, dhe ti me këta 100 avion do më sulmosh këto bazat Kaliningrad, po do më sulmosh edhe këtë pjesën tjetër të Rusisë që i ka përmendur emrat ai. Atëherë unë e di sa e kanë kapacitetin, e di për sa kohë, se unë di çfarë avioni keti këtu, çfarë avioni keti këtu, e di sa bomba i mban nga avion, çfarë raketash mban ky avion, sepse këto janë që edhe një qytetar i thjesht mund të gjejë se hyn në Wikipedia dhe shënon F16, F16, për shembull Iriu, Viperi. Edhe ta nxjerr atje, çfarë armatimi ka, sa e ka kapacitetin e armatimi, sa e ka kohën e fluturimit, dhe edhe një qytetar i thjesht që nuk merr vesh nga ushtria mund t'i mbajë këto llogari dhe bën për llogaritje dhe hap hartën në Google dhe e mat. Sa është fluturimi drejt, sa është kjo, për sa kohë, sa i duhet dhe shef sa është. Kurse ai që është ushtarak në Rusi, pra ata e din direkt sepse kanë programe të tilla, kanë njerëz që merren vetë. Ai të bën për llogaritjen e saktë të planit që ti ke bërë dhe ai e di që ti ke kapacitet të sulmosh me kaq, atëherë unë çfarë do bëj? Dhe ai të bie. Merr masat që edhe të mbrojt, por merr masat edhe të godasi ty përpara se ti ta godas. Pra kjo, kur ti bën deklarata të tilla, ti automatikisht e ke nxjerr zbuluar NATO-n dhe e ke nxjerr çdo lloj plani e ke deklaruar. Nuk ka nevojë sepse të deklarosh planet në detaje, edhe të thuash cili është piloti, nuk intereson atë cili është piloti. Mjafton vizioni. Mjafton vizioni që unë do sulmoj, siç e ka thënë, sulmojmë Kaliningradin, Shën-Peterburgun, Mamurskin. Pra unë sulmoj këto 2 bazë, këto 3 baza. Automatikisht ai do marrë masa për mbrojtjen e këtyre bazave sepse ta di 2 kapacitetin që ke. Por nuk e di a do i sulmojë ti këto apo jo. Në moment që tashmë ai e di. Mbaroi pra specifikë thënë ne kemi plan. Në moment që ti thua kemi këtë plan, pra ti e ke detajuar, mbaroi plani jot në këtë moment mori fund. Prandaj them që ky generali është idiot, por në kohën në cilën jetojmë, në kohën e showmenëve, në kohën e ignorancës dhe të idiotës, sepse është ignoranca është e madhe dhe idiotësia është e madhe, ky generali dekorohet dhe nxirret aty duke qeshur, ndërkohë që në këtë moment ky duhet ishte shkarkuar nga detyra dhe duhet ishte proceduar penalisht për nxjerrje të sekretit ushtarak. Shumë e thjeshtë. Prandaj thash që të kishte jetuar ky sot në kohën e luftës së dytë botërore, ky aktualisht do ishte i pushkatuar në çdo lloj antipërkiste, edhe në anën e Gjermanisë naziste, edhe në anën e aksit çlirimtar, ky do ishte i pushkatuar në një moment. Nuk do as 2 minuta do i shkonte. Dritan, pse me kanë fiksimin me Kaliningradin ushtarakisht? Sepse e kanë dorëzuar, Kaliningradi ka qenë i përkitur Prusisë, por në marrëveshjen që bën në Gjermani në 45-ën midis 3 fitimtare, pra ishte Anglia, Amerika edhe Rusia, u përcaktua që të gjitha vendet që kanë marrë pjesë ushtarakisht në sulmin do të zhvendosen, dhe Kaliningradi u zhvendosën, pra u zhvendos popullsia që ishte prusiane, gjermano edhe kështu, ata u zhvendosën dhe u zëvendësuan popullsi ruse. Pra e kanë dorëzuar në letër. Dakor. Ka lidhje me këtë që këtu mund të mbyllet, domethënë në një plan për të goditur. Koridori Suwalki që thonë, koridori Suwalki që flasin gjithë. Koridori Suwalki po ta hapësh, ta shohësh, e gjitha kjo pjesa këtu është një zonë këndetore. Këtu nuk hyn dot as me ja ush këtu drejt. Ky koridori Suwalki këtu. Këtu nuk hyn dot as me tanke, as me ato blinda. Është zonë këndetore, zhytet.
Në rast se mbani mend në këtë korridorin Suwalki, vjet në një stërvitje ushtarake amerikane që humbi dhe që ra në një nga ato ushduk tanku. Pikërisht sepse nuk e mban, pra është zonë korridor. E njëjta gjë, asnjë tank s'mund të kalojë këtu. Pra askush nuk i hyn kësaj korridori Suwalki që të hapet se nuk ka koncept ushtarak që ty këtu. Se mund ta bësh. Pra është thjesht e përdorin për ta përdorur për të krijuar një ide dhe për të krijuar një imazh sikur do bëhet nami këtu s'hyn askush. Këtu vetëm gjuetarët hyn, edhe peshkatarët. Këtu ti s'mund futesh askënd. Pra forca ushtarake ti nuk kalon, nuk ekziston fare, s'ka. Edhe ajo kalon nga Lituania, është një hekurudh që shkon këtu, po hekurudha është më lart që kalon këtu. Po jo s'ka fare, korridori Suwalki është një korridor, është i gjithi kënetor me pyje, të dendra dhe kënetore dhe bal. I pakalueshëm. Është i pakalueshëm. Forcat ushtarake me forca ushtarake nuk e përdorin një terren të tillë. Ti mund të futesh një njësi speciale, po ti me njësi speciale nuk e çon, nuk arrin asgjë. Dritan, nuk e di, na duhet flasim pak edhe për protestën, mendoj që do doja një koment në lidhje me në çpik vlerëson se ndodhet tani. Protesta shkon duhet ta shoh me pika. Protesta ka një qëllim, pra, siç e kemi thënë edhe një herë tjetër, kam thënë protesta ka kaluar nga kërkesat e them që unë i quaj kërkesa individuale, pra kërkesa të vogla, të mëdha dhe ka kaluar në një qasje politike të madhe, në një kërkesë të vetme politike, ku kërkohet dorëheqja e kësaj qeverie e cila është e keqja e këtij vendi. Dorëheqja e kësaj klase politike e cila është e keqja e këtij vendi. Dhe në këtë moment nuk ka më pikë. Pra ka vetëm një qëllim është i tillë. Nuk ka më faza. Ka vetëm një lëvizje përpara derisa kjo qeveri të japi dorëheqjen, masivitet për kraj kësaj proteste. Kjo masiviteti nuk do të thotë që nesër dalin sheshin 100.000 veta, 200.000 veta. Jo, edhe kaq sa dalin 10.000, 12.000, 15.000 veta që kanë filluar dalin. Masivitet pra për kraj e gjithë ti tregojmë që neve jemi. Kjo protest po sjell një frym të re. Totalisht në rrugën e Shqipërisë. Po ti shohësh njerëzit po e përkrajin protestën, po dalin në protestë. Me anë të kësaj proteste neve po i tregojmë atë që e kemi thënë gjithnjë, po ja kemi thënë Evropës dhe askush nuk na ka dëgjuar. Demokracinë nuk e ka marrë Ballkani nga Evropa, po Evropa e ka marrë nga Ballkani demokracinë. Dhe kjo është demokraci, sepse demokracia nuk është një kallup sapuni që ti e merr dhe e mban. Jo. Demokracia është formë. Është si formë qeverise edhe formë sjellje. Por forma e qeverisjes varet nga forma e sjelljes. Dhe kjo është forma e sjelljes së kësaj demokracie. Dhe me kanë këtyre protestave të tilla, në rast se shkojnë në këtë nivel dhe mbesin vetëm në këtë nivel. Dhe edhe për shkallëzimin e tyre të mos jetë i dhunshëm, por për shkallëzim në nivelin paqësor, neve po i tregojmë Evropës që neve nuk duam të hymë në Evropë. Pra ne nuk po hymë dhe nuk duam të hymë në Evropë si barr e Evropës. Dhe Evropa mendon se po t'i fusim këto vendet e Ballkanit perëndimor në Evropë, janë barr për Evropën. Jo. Neve me këtë protestë po i tregojmë se ne vim në Evropë si vlerë e shtuar. Sepse kjo tregon demokraci dhe qytetari. Jo, pra do të thotë që Shqipëria po vjen si vlerë e shtuar në Evropë, nuk po vjen si barr. Në mënyrën se si po absolutisht në mënyrën se si po protestohet. Dhe në rast se vazhdohet kështu, është një leksion për gjithë Evropën, se juve po të shihni protesta në Francë. A keni parë një protestë në Francë pa thyrje, pa plaçkitje, pa djegje? Je legverdhët sidomos. Keni parë në Bruksel tilla? Jo. Keni parë në Itali protesta tilla? Jo. S'keni parë. Pikërisht, prandaj ky është leksion për Evropën. Një leksion nga një vend i vogël, që na kanë thënë gjithnjë që duhet të mësoni demokracinë, ndërkohë që demokracinë e kanë marrë prej nesh. Edhe ajo Dritan, ajo regjia duhet ta kem atë pamjet për tek që u nisën për në Rinas. Si e vlerësove këtë moment, se duket sikur do të ketë qenë ndonjë lapsus, drejtimi për Rinas ka qenë ndonjë lapsus dhe ndonjë mosmarrveshje që mund të kenë pasur në grupin organizator të kësaj proteste. Unë jam i bindur që grupi organizator do të ketë marrë masa, sepse protesta nuk është as mësimore, protesta nuk është as një institucion rehabilitimi dhe nuk është as institucion i korrigjimit moral të dikujt të veprimit. Pra çdo person që ka bërë gabimin, që e ka çuar protestën atje, nuk duhet të jetë më pjesë e grupit organizativ dhe unë mendoj që grupi organizativ mund të jetë marrë këto masa që personat që e kanë çuar personin, se personat të mos jenë më pjesë e grupit organizativ të kësaj proteste, po jo pjesë e protestës, sepse pjesë e protestës është gjithkush të dali.
por jo më pjesë e vendimarrëse organizative, dhe uroj dhe mendoj që grupi organizativ të ketë përcaktuar kushte të qarta, pra që kjo protestë mos të dalë asnjëherë jashtë Tiranës, të qëndrojë vetëm brenda Tiranës, sepse popullata është brenda Tiranë. Në autostradën Tiranë-Durrës nuk banon njeri, në këtë orë të natës bizneset janë të mbyllura. Pra protesta duhet të nxjisë njerëzit që të dalin rrugë, dhe ti njerëzit i ke nëpër shtëpia. Në rast se ti vjen në unazën e Tiranës, në unazën e vogël Tiranës, ose në unazën e mesme qytetit të Tiranës, njerëzit i nxjerr nga shtëpia. Pra ty kjo të duhet. Jo vajtja atje. Prandaj them është një gabim taktik që mund të kenë ndodhur, por që organizatorët besoj kanë marrë masat që kjo mos ndodhi më. Dhe të ecin përpara kështu siç e kanë pasur deri më tashti me këtë masivitet që sa vjen e shtohet më shumë, dhe mendoj që duhen mbështetur ata organizatorë kushdo janë, kushdo qofshin ata, çfarë lloj moshe të kenë, çfarë lloj backgroundi të kenë, duhen mbështetur sepse kanë parë diçka dhe apo duan të ndërtojnë një botë të re. Po duan të ndërtojnë një botë të re pasi janë lodhur nga heshtja. Pse nga heshtja? Kemi 36 vjet që heshtim. Heshtim sepse ne nuk e kemi bërë këtë. Ne kemi folur nëpër televizor dhe po flasim. Kemi folur nëpër kafene, kemi folur me njëri tjetrin. Por aty ku duhet folur kemi heshtur. Pra në rrugë me protestë neve nuk e kemi bërë. Kemi heshtur. Po. Dhe ata janë lodhur nga kjo heshta dhe janë ndier të marginalizuar nga heshtja e jonë. Dhe për këtë arsye kanë zgjedhur ta bëjnë këtë sepse nuk duan që të jetojnë të ardhmen e tyre, këta të rinj që kanë dalë atje, me të njëjtin mentalitet që jetuam neve, dhe janë lodhur së dëgjuari nëpër shtëpitë e tyre, prindrit e tyre, që thonë që Shqipëria nuk bëhet, nuk kemi çfarë bëjmë më. Jo, ata po tregojnë që po më Shqipërinë e bëjmë neve. Po thjesht duhet jeni të vendosur. Jo, pra Shqipërinë, Dritan, protesta për këtë kanë dalë për të bërë Shqipëri, nuk kanë dalë për të bërë pushtet, nuk kanë dalë për të marrë pushtet, kanë dalë dhe unë, nëse të dëgjojnë, duhet të dëgjojnë që të mos ju hypi në kokë kjo protestë. Pra të mos i zëj protesta, siç zë dikë makina. Pra, fakti që protesta bëhet masive për çdo ditë, fakti që ata po e menaxhojnë kaq mirë dhe kaq bukur protestën, të mos i zër protesta. Sepse dhe ta dinë që qëllimi është rrëzimi i këtij trinomi kriminal që ka zënë vendin. Politik, oligarki, krim. Ku politikani vendos dhe jep, oligarku ndërton, krimi mbron dhe të tre ndajnë pastaj. Dakor, Dritan, jam dakord, protesta për mua e ka arritur masivitetin. Qëndrueshmëria e këtyre të rinjve është për t'u admiruar, janë të hap televizor në 12 natës, këta i ke, domethënë po aty domethënë çuditesh me qëndrueshmëri, nuk e kemi parë në asnjë parti politike këtë lloj energjie. Përveç qëndrueshmërisë, do t'ju thosha, lexoni kartelat që ata mbajnë. Janë të jashtëzakonshme ato çfarë ata shprehin. Po, i kam qenë protestë, i kam parë, janë të jashtëzakonshme. Janë shumë bukur. Pra janë kreativitet i pastër.